vendit si parakusht për një rritje sa më të shpejtë të qëndrueshme në afatgjatë. Në vijim do dëshiroja të ndaja me ju opinionin e Bankës së Shqipërisë mbi temat e diskutuara. Nderuar pjesëmarrës, pas përballjes me sukses të 3 sfidave madhore në gjysmën e parë të dekadës, ekonomia shqiptare ka vijuar të shënojë një rritje të shpejtë të qëndrueshme gjatë vitit 2025. Sipas të dhënave të Instatit, vëllimi i aktivitetit ekonomik, punësimi dhe pagat në sektorin privat jo bujqësor kanë ardhur në rritje në gjysmën e parë të vitit. Bazuar në informacionin e disponuar, to trendet duket se kanë vazhduar edhe në gjysmën e dytë të vitit. Paralelisht me to, treguesit kryesor të ekuilibrave ekonomik dhe financiar të vendit kanë mbetur solid. Në veçanti inflacioni i çmimeve të konsumit, stabiliteti të cilit përbën dhe objektivin primar të punës tonë, ka qëndruar në nivele të ulta, pranë, por nën objektivin tonë gjatë vitit 2025. Presionet e kahut të sipërm nga rritja e pagave dhe e kostove të prodhimit janë neutralizuar nga biçmimi i kursit këmbimit, nga goditjet pozitive të ofertës dhe nga pritjet e ankoruara të agjendave ekonomik. Në të njëjtën kohë, rritja e kërkesës në tregjet e produkteve dhe të punës ka sjellë më shumë të ardhura dhe ka përmirësuar bilancet e bizneseve dhe të familjeve shqiptare. Vijimi i procesit të konsolidimit fiskal është pasqyruar në nivele të ulta të deficitit buxhetor dhe në rënjet më tejshme të borxhit publik. Rritja e eksporteve të shërbimeve ka amortizuar rënjen e eksportit të mallrave dhe rritjen e importeve, duke konsoliduar përmirësimet strukturore në bilancin e pagesave dhe duke vijuar të shtojë presion në kahun forcues të kursit të këmbimit. Së fundit, treguesit kryesorë të shëndetit sektorit bankar, likuiditeti, rentabiliteti, cilësia e portofolit kredis dhe kapitalizimi mbeten në nivele të mira. Banka e Shqipërisë ka patur kontributin e saj pozitiv në këtë tablo zhvillimesh. Politika jonë monetare ka mundësuar kontrollin e goditjes së huaj inflacioniste, kontroll i cili u arrit në një kohë të shpejtë dhe pa pasoja negative në trendin e rritjes ekonomike dhe në treguesit e stabilitetit financiar. Në këtë aspekt gjejmë vend të nënvizoj se 2 shtyllat kryesore të regjimit ton monetar, inflacioni i shënjestruar dhe kursi i lirë i këmbimit, na kanë krijuar fleksibilitetin e duhur në përballimin e këtyre goditjeve. Në veçanti, forcimi i kursit të këmbimit ka ndihmuar në ribalancimin e sektorit të jashtëm të ekonomisë dhe në frenimin e transmetimit të inflacionit të huaj në tregun vendas, duke bërë të mundur edhe një kurs mjaft më akomodues të politikës tonë monetare. Normat e ulta të interesit në tregun vendas kanë nxitur dhe vazhdojnë të ushqejnë një rritje relativisht të shpejtë të kredisë, rritje e cila ka mbështetur zgjerimin e konsumit dhe të investimeve private në vend. Po ashtu Banka e Shqipërisë ka vijuar procesin e mbikëqyrjes së kujdesshme dhe të rregullimit të bazuar në rrezik në tregun financiar. Në aspektin rregullator, ne kemi punuar për rishikimin e njësër rregullore të sektorit bankar dhe të institucioneve financiare jo banka me synim rritjen e mbrojtjes së konsumatorit, reduktimin e kostove të kredive dhe të transfertave dhe kontrollin më të mirë të rrezikut të aktivitetit dhe rreziqeve të tjera.